kostot e zinxhirëve të prodhimit, të furnizimit që nga viti 2020. Fragmentimi tregtar ka reduktuar fluksin e tregtisë globale me 5.4% në vitin 2023, sipas Organizatës Botërore të Tregtisë. Politikat e riindustrializimit në ekonomitë të avancuara po kanalizojnë mbi 80% të investimeve globale drejt teknologjive të pastra. Shumë ekonomi, përfshirë edhe tonën, po përballen sot me rënje demografike, ndryshime në tregun e punës dhe disbalanca sektoriale. Në këtë kontekst, debati mbi politikat industriale ka kaluar nga diskutimi në strategjitë qarta të bazuara në dhëna. Çfarë do të thotë kjo në praktik? Së pari duhet kuptojmë se politikat industriale sot nuk kanë të bëjnë me mbrojtjen e industrive të vjetra, por me nxitjen e sektorëve të së ardhmes, atyre që mund të rriten, të shkallëzohen dhe të krijojnë vlerë të qëndrueshme. Për shumë vende të Bergjit, përfshirë Shqipërinë, rruga drejt rritjes përmes eksporteve tradicionale industriale është bërë edhe më e vështirë. Në vend të saj po shfaqet një mundësi e re, eksporti i shërbimeve të digitalizuara dhe të tregtueshme ndërkombëtarisht. Këto shërbime të inovacionit global, si teknologjia e informacionit, dizajni, logjistika dhe analiza të dhënave, janë në zemër të rritjes së produktivitetit dhe vlerës së shtuar, por për të zhvilluar ato nevojiten themele të forta, investim në arsim, fuqi punëtore e kualifikuar, infrastrukturë digjitale moderne dhe kapacitete të larta institucionale. Disa ekonomitë e Europës qendrore dhe lindore tashmë janë bërë eksportues lider në fushën e shërbimeve kompjuterike. Edhe Shqipëria gjithashtu ka potencialin të ndjekë të rrugë. Së dyti, politikat që ndërmarrin duhet jenë të harmonizuara me procesin e integrimit evropian. Si ekonomia e vogël dhe e hapur, me 70% të tregtisë të orientuar drejt vendeve të Bashkimit Evropian, Shqipëria ka më shumë për të fituar duke ecur drejt konvergjencës me Bashkimin Evropian. Përveç kësaj, anëtarësimi në SEPA na afron me tregjet europiane dhe redukton kostot e transaksioneve ndërkombëtare me 30%. Së treti, duhet garantojmë përfshirje dhe qëndrueshmëri. Politikat industriale nuk duhet fokusohen vetëm tek sektorët ku kemi potencial për të fituar në tregjet globale, por edhe tek ata që janë jetik për punësimin dhe kohezionin social brenda vendit. Ato duhet mbështeten nga politika vendore, përshtatura për kontekste specifike, si zonat ekonomike të veçanta, duhet të dizenjohen me kujdes, duke theksuar karakteristikat specifike lokale dhe rajonale. Së katërti, ndihma shtetërore duhet fokusohet tek firmat me potencial të lartë. Të dhënat tregojnë se firmat e reja dhe dinamike janë nxitësit kryesor të punësimit dhe inovacionit. Politikat e orientuara për stimulimin e tyre, të tilla si garancitë e kredive, kuat me interesa të subvencionuara apo fondet e kapitalit sipërmarrës të mbështetura nga shteti mund të sjellin një ndryshim të madh në zhvillim. Nderuar të pranishëm, në këtë debat për politikën industriale dhe drejtimet e zhvillimit, roli Bankës Qendrore, ndonse jo i drejt për drejt, është i veçantë dhe i pazëvendësueshëm. Banka Qendrore nuk harton politika industriale, por kontribon në to si garantuese e stabilitetit makroekonomik dhe financiar, kusht themelor për zhvillim të qëndrueshëm. Sot mund themi se ekonomia shqiptare po vazhdon të rritet, prodhimi brendshëm bruto u rrit me 4% në vitin 2024, inflacioni mbetet në nivelin 2%, kreditimi privat është rritur me 16.7% dhe raporti kredive me probleme ka rënë në nivelin historik prej 4%. Kjo pasqyron një sistem financiar të shëndetshëm, të qëndrueshëm dhe të aftë të mbështesë sektorin real të ekonomisë. Stabiliteti i çmimeve, sistemet financiare funksionale,
një sektor bankar dhe një sistem pagesash modern që i shërben ekonomisë reale, janë parakushte të rëndësishme për investim afatgjatë dhe zhvillim të qëndrueshëm të vendit. Përtej kësaj, Banka e Shqipërisë po jep një kontribut të rëndësishëm edhe në përmirësimin e përfshirjes në financë. Kjo përmes inovacionit të sistemeve të pagesave dhe antarësimit në SEPA, institucionalizimit llogarisë bazike, mbikëqyrjes efektive, edukimit financiar dhe promovimit të inovacionit financiar.